Lirimi i hapësirave publike nga ndërtimet e paligjshme po vjon pa pushim në gjithë vendin. Kjo nisëm i paraprind zbatimit programit Rilindja Urbane 2.0, i cili synon të kthejë ligjshmërinë në territor, duke sjellë zhvillim për komunitetet. Hapësirat publike do të çlirohen të tëra pa ndalim as përjashtim, shkruan kryeministri Edi Rama në rrjetin social Facebook, teksa ndau pamje nga ndërtimet pa leje që kishin zënë hapësirat publike. Qeveria shqiptare ka shpërsuar masat për forcimin e kontrollit mbi territorin, mbrojtjen e hapësirave publike, zbatimin cilësor të lejeve të ndërtimit dhe ndoshkimin e ndërtuesve që i shkelin ato. Shumë raste shkeljesh raportohen nga vetë qytetarët në portalin e dedikuar për këtë qëllim, Hapësira ime publike, ku deri më tani rezultojnë 16.302 raste të denoncuara, nga të cilat janë zgjidhur 12.475 raste, ndërsa 3.827 të tjera janë aktualisht në proces shqyrtimi. Lirimi i hapësirave publike është i domosdoshëm për rritjen e cilësisë së shërbimeve, por dhe funksionalitetit të çdo biznesi dhe sipërmarrje në përputhje me standardet kombëtare të mikpritjes dhe shërbimit, jo vetëm në zonat turistike, por çdo cep të Shqipërisë. Në këtë kuadër, kryeministri Rama ka paralajmëruar se rregulloria kombëtare përcakton qartazi me ligj hapësirat që do të mund të shfrytëzojë biznesi, e cila është në fazë miratimi. E konceptuar si një ndërhyrje sistematike në terren dhe jo një aksion i përkohshëm, kjo nisëm, e cila ka nisur nga zbatimi në muajin korrik, po vjon në të gjithë territorin e vendit pa ndërprerje.